A e dini sa dhe kur ne shqiptarët e duam njëri tjetrin? Një pul u kafshua nga gjarpri në këmbë dhe duke u zvarritur arriti në kotec, por shpendët e tjera e pan si barë dhe kishin frikë se helmi që mbante në trup do t'infektonte dhe të shëndoshat. Prandaj, i sugjeruan të jetonte jashtë koteci me bindjen se shumë shpejt do të ngorte. Ajo u largua e pikëlluar më shumë se sa me dhimbje. Teksa ditët kaluan, nuk morën më lajm prej saj, e konsideruan të ngordhur deri kur një kolibër u shfaq në gardh e njoftoi se pula ishte përmirësuar, por këmbën nuk e kishte më prej helmit të gjarprit, ndaj kërkonte që familjarët e saj t'i dërgonin për të ngrënë. Do shkoja unë, por po ngro vezët, tha njëra. Unë po siguroj ushqimin për kotecin, u përgjigj një tjetër. Kam zojt që kanë qelur, e nuk i lë dot vetëm, vijoi e radhës dhe kolibri u largua, sikurse erdhi. Pas ca ditësh u kthye dhe i njoftoi se motra e tyre kishte ngordhur nga mungesa e ushqimit. Këtë fundëtori, pas disa ditësh në spital, ndërrohet Fatos Nano, 73 vjeç, ish kryeministër i Shqipërisë. Në 2 ditë, rrjetet sociale dhe mediat vëshuan të nxirrnin nga sandukët e arresës çdo detaj apo personazh të asaj kohe që e njihte atë. Ashtu edhe pulat. Lan punët e tyre e u nisën të varrosin motrën e tyre, por kur arritën në vendin ku ju thoqi zogu zëmbël, në vend të trupit gjetën një pusull ku shkruhej: në jetë, shumë njerëz nuk kalojnë as rrugën për të ndihmuar kur je gjallë, por kalojnë të gjithë botën për të varrosur kur vdes.